Esat Pashtoptani. Esat Pashtoptani, figura më polemike e historisë shqiptare. Ai rrite nga një familje pasur belerësh dhe u formua brenda administratës osmane. Gjatë luftës paraballkanike, ai mori drejtimin e mbrojtjes së Shkodrës pas dorëheqjes së Hasan Rizait. Ai udhëhoqi mbrojtjen e Shkodrës kundër rrethimit malazes dhe serb. Rrethimi zgjati më shumë se 6 muaj. Dorëzimi i qytetit u bë vetëm pas ndërhyrjes së fuqive të mëdha, që kërkuan dorëzim pa kushte të trupave austro-hungareze dhe jo të Malit të Zi. Kjo shpëtoi qytetin nga shkatërimi dhe ruajti Shkodrën brenda kufive të Shqipërisë. Pas largimit të Princ Vidit nga Shqipëria me 1914, Esat Pasha ngriti një qeveri rivale në Durrës dhe ndërtoi një aparat shtetëror paralel. Ai kishte ambicie të qarta për pushtet. Karakteri i tij politik shquhej për pragmatizëm ekstrem. Lidi marrëveshje të fshehta me Serbinë, duke marrë mbështetje financiare dhe ushtarake në këmbim të bashkëpunimit kundër trupave osmane dhe forcave të tjera shqiptare. Stili i diplomacisë së Esat Pashës alternonte forcën, shantazhin dhe miqësi ndërkombëtare. Në vitin 1919, ai mori pjesë në konferencën e paqes në Paris si përfaqësues i vetë shpallur i Shqipërisë. Aty u paraqit si figurë e rezistencës ndaj ndarjes së Shqipërisë dhe kundërshtoi hapur pretendimet greke dhe jugoslave për territoret shqiptare. U përpoq të lobonte për njohjen e qeverisë së tij dhe integritetin e Shqipërisë, duke u mbështetur te kontaktet me diplomat francez dhe britanik. Përkrahasit e tij e shohin si një figurë me rol stabilizues në një periudhë kaotike, ku ndarja e Shqipërisë ishte reale dhe aleancat me fqinjët ofronin një mënyrë për të ruajtur një farë autonomie. Ata theksojnë se ai ishte një organizator i mirë, me ndikim real në politikë dhe një diplomat i aftë që e kuptonte lojën ndërkombëtare. Kundërshtarët, përkundrazi, e cilësojnë si një tradhtar dhe politikan pa skrupuj, që kërkonte pushtet me çdo kusht, edhe në kurizë të interesave kombëtare. Esati është akuzuar për bashkëpunim me pushtuesit serb, për përçarjen e lëvizjes kombëtare dhe për rolin e dyshimt në vrasjen e Isa Boletinit. Vdekja e tij në Paris në 1920 nga dora e Avni Rustemit u përshëndet nga shumë shqiptarë si ndëshkimi një tradhtari, por nga disa të tjerë shihet si një humbje një burr shteti që e kuptonte realitetin ndërkombëtar më mirë se bashkëkohësit e tij.